Ngushtica e Hormuzit është një e cila ka një gjerësi, më të them drejtën, dikun 21.048 kilometra, gjerësinë e saj që absolut kontrollohet nga rrezet e përpimit të gjinive ushtarake të cilat, të armëve të secilës gjini ushtarake të armatës së iraniane. Por mendoj që ka qenë hipotezë duket i tij një lloj treguesi qartë që mund të se këtu kemi një luftë mes petro-juanit dhe petrodollarit. Dhe kjo mendoj që ka ofruar një solucion që mundet që pagesat të bëhen me petro-juan, që ka ofruar një ofertë për Kinën, për monetën kineze, dhe kjo tregon që në një farë mënyrë kemi bëjmë me një, shto të them drejtën, ta quaj një rebelim të ndryshimit të përgjithshëm për brenda lindjes së mesme me aktorë tjerë, që do thotë në këtë rast Kina dhe Rusia, nuk hynë në luftë për Iranin, as Federata Ruse, as Kina. Mirë po kanë interese që ta ruajnë vijën e BRICS-it dhe sidomos rrugën e Mendafsht apo rrugën një rrugë e opsionit më të favorshëm të kinezëve për të depërtuar me ekonominë e tyre në kontinente tjera, ose në këtë rast me Evropën dhe pjesën tjetër të